Trajneri, para se të fillojë ndeshjen, sidomos me ekipet që janë të nivelit tillë, siç është Anglia, Gjermania, ekipet tjera, që janë në, domethënë, stadi më i lartë i futbollit evropian dhe i futbollit botëror. Ai bën një strategji. Tani ka strategjin kur ti luan me ekipe të nivelit lartë, strategjia kur luan me ekipe nivelit mesatar dhe strategjia kur luan ekipet në nivelin mesatar. Trajneri përgatit një strategji dhe të cilën mendoj, domethënë që do t'i arritë qëllimit. Dhe deri në ato momentet, 25-28 minuta, domethënë ato kanë bërë presion në gjysmë fushën tonë, në gjithë. Dhe po të shikosh, duke filluar nga qendër sulmuesi jon, shko tek Bellingham, siç është që është nga lojtarët më të mirë. Megjithatë, profesor, nuk ishte ai presioni i madh, më shumë qarkullim topi se sa rrezikshmëri përpara portës. Ne nuk mund të luajmë dot në një ekip kaq të madh, nuk mund të luajmë me një super ofensiv ta mbyll Anglinë në 30 metrat e portës, ose të luajmë një futboll 1-1. Nuk e kemi këtë. Për vetë arsyen që po ti shikosh lojtarët ta, domethënë, edhe nga metrazhi, se shikohet edhe i çik edhe me statistika dhe shkencërisht. S'mund të përballosh ti Bellingham që bën 12 kilometra, 13 kilometra brenda një ndeshje. S'mund të përballosh Fodenin edhe lojtarët e tjerë. Ne gjetëm atë lloj taktike dhe atë lloj mënyre që mos psonim dhe me një kundërsulm, siç ndodhi 2-3 raste tjera, ta dëmtonim ose t'i merrnim një pikë ose një barazim.